Dua të shpjegoj thelbësorin e bindjeve të mia, çfarë njeriu jam, në çfarë besoj, në çfarë shpresoj. Unë pranoj ekzistencën e Zotit. Madje pranoj urtësinë e tij, qëllimin e tij të mirë, pranoj rregullsinë dhe kuptimin e jetës, harmoninë e përjetshme. Pranoj fjalën drejt së cilës synon gjithësia, vetë Zoti e të tjera. Për gjitha këto është shkruar e folur shumë. Pra nuk është se nuk i di, thot Aljoshi, i kam lexuar gjitha këto gjëra dhe jam i vetëdijshëm për to. Por, po të deklaroj se nuk e pranoj këtë botë të Zotit. Jo se nuk pranoj Zotin. Më kupto, por botën e krijuar prej tij nuk e pranoj, nuk mundem ta pranoj. Kam bindje të plot se në çastin e harmonisë së përjetshme, ka fjalën për botën tjetër, do të shfaqet diçka me shumë vlerë, e cila do të mjaftoj për të gjitha zemrat që ato t'i shuajnë zemrimet, mërit, t'i lajnë të gjitha krimet, të gjithë gjakun e derdhur prej tyre. Ajo do të mjaftoj, jo vetëm që të krijohen kushtet për të falur, por edhe për të përligjur gjithçka që ka ndodhur mes njerëzish. Le të ndodh, le të shfaqet e gjithë kjo. Por nuk e pranoj, nuk dua ta pranoj. Më mirë pranoj të mbetem me vuajtjet e mia të pashpaguara dhe indinjatën time të pashuar, edhe sikur të mos kem të drejtë.